إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, ne do të flasim sot për një vepër prej veprave më të mira që këtë vepër e kanë vepruar gjithë pejgambert e Allahut, dhe me këtë vepër njeriu afrohet shumë te Allahu dhe bëhet mik dhe i dashur i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." E kush flet më bukur se ai i cili thret në rrugën e Allahut, i thret njerëzit në dinin e Allahut, i thret njerëzit në sunnetin e Rasulullahit, i thret njerëzit që të largohen prej gjërave të këqija dhe ata të afrohen te Allahu subhanahu wa ta'ala. A ka dikush më mirë se ky person? Nuk ka. Wa amila salihan, dhe vepron në vepra të mira. Atë që thret, edhe ai e zbaton, ai e praktikon dhe thot unë jam prej besimtarve, jam prej muslimanve. Daveti, thirrja në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala, është prej veprave të çmuara, është prej veprave më të dashura dhe të mira. O vëllezër, ne si besimtar duhet secili të bën davet. Nuk është davet vetëm khatibi kur të hipje në hutbe, apo vaizi kur të jep vaz, apo hoxha kur të bëj fjalim në vdekje, apo në dars me kështu me radhë. Davetin është punë e madhe, është problemi i madh që mundet çdo besimtar, çdo musliman i cili beson Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ditës së kiametit mund të bën davet. Mund të thirrë njerëz në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë sot do të flasim me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala për davetin individual. Jo davetin publik, sikur ne tash në hutbe. Do thot secili haxhia e thret një haxhi. Ai studenti e thret xhumon një student. Ai biznismeni i bën davet një biznismenit. Ai punëtori i bën kolegës së vet davet. Secili mujna ta përcjellmi diçka prej dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. A dini çfarë shpërblimin ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Alis bin Abi Talib radhiyallahu anhu që me bo Allahu ta udhzon dikant mes durve tuaja, ti të jesh sebeb ta biesh dikant në xhami, ti të jesh sebeb të largohet dikush prej një punë të keqe, thot ti ke shpërblimin e madh të Allahu më shumë se devet e kuqe, të cilët kanë qenë me peshë me vlerë më të madhe në zamanin Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Daveti është rruga e gjithë pejgamberëve të Allahut. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Kjo është rruga ime. Kur'ani dhe Sunneti, autostrad. Kjo është dini, kjo është rruga ime. Ad'u, i thras njerëzit te Allahu subhanahu wa ta'ala. I thras njerëzit të bien Allahut në sejdë, të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, të njohun Allahun subhanahu wa ta'ala, ala basira, me argumente të qarta, me Kur'an, me sunnet, me hadithet të vërteta.
Kjo është që ne duhet ta bëjmë. Pse atëherë ne jena bo për ta të bëjmë davet? Pse islamofobat dhe sekularistat dhe krejt po shajnë në për rrjetet sociale? Po 2% mëre, sa pak janë ato? Ku janë muslimanat 80% shi, pse ato s'po e thënë fjalë të hajrit? Krejt keni rrjete sociale. Krejt përgjithësi keni Facebook, TikTok, Instagram, gjithë. Pse nuk e shkruani një fjalë të hajrit? Pse nuk ju thoni lexoni për dinin e Allahut? Pse nuk ja çon Kur'anin? Pse nuk ja çon hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam? Pse s'ja çon fragmentën e sahabeve? Pse nuk e shpërndan një ligjërat dhe një hoxhës ti që e don? S'po të cjek as xhamat, as atë, as këtë. Ti që e don, ti që ka të flen zamra. Që thot, fale namazin ose largohu prej kufrit dhe shirkut. Çka na kanë bën neve që neve na vjen turp të pretendojmë dhe të thrasëm davet. Kërkush nuk o të të thirë me dërë gjakin e njerëzive. Gjithë jenë të thonë, e një namaz, linja kurvallëkin, linja komarin, linja hajdutlëkin, linja pun të këqia, linja sejnë të këqia. Atër përse? Apo tutni me tregu vetën që jemi musliman? A na vjen marrë me tregu që ne i binasejsh dhe Allahut? A i merë gudzim me një sen të kodë. Ta shonë Allahun, pejgamberin, hoxhallar, dietar, uleman, fejen, krejt i shonë. Dhe nesën thojna mashallah, elhamdulillah që jemi musliman. Duhet të mburna me këtë din që e posedojmë. Duhet të mbojmë kokën lartë këtë fej që e kemi. Ta falendrojmë Allahun që na ka bohe prej atyre që unë na kokën tonë në sejdë. Thuaj, kjo është rruga ime, mor. Ti e pason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pse të vjen marrë, ti të tregojsh. Rruga e gjithë pejgamberëve. Daveti i gjithë pejgamberëve është sjell në 3 çështje. Daveti i gjithë pejgamberëve është sjell në 3 çështje. E para është kon me njoft Allahun bi esmahi wa sifati. Me njoft Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Kanë thirrë gjithë pejgamberët e Allahut që me njoft Allahun, emrat e Allahut, cilësitë e Allahut, me njoft kur ta njofsh Allahun, emrat i tij dhe cilësitë, edhe ti afrohesh te Allahu subhanahu wa taala. E dita që kanë thirrë gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala është me njoft shariatin e Allahut, ligjin e Allahut, fejen e Allahut. Me ta arrin të shkosh në xhenetin e Allahut. Dispozitat, rregullat. Dhe e treta është që me njoft shpërblimin për veprat e mira dhe ndëshkimin për veprat e këqija. Në këto 3 gjona kanë thirrë pejgamberët e Allahut. Emrat e bukur dhe cilësit Allahut subhanahu wa taala, me njoft fejen e Allahut subhanahu wa taala, shariatin e Allahut, dispozitat, rregullat, dhe e treta me ditë për këtë vepër që e bën, çfarë shpërblimi ke dhe për punën e keqe çfarë dëshkimi ke. Në këto 3 gjëra kanë thirrë pejgamberët e Allahut. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah thot, daveti, thirrja në rrugt të Allahut, është mi thirr njerëzit në besim të Allahut subhanahu wa taala, me i besu Allahut, dhe atë që e ka pru pejgamberi sallallahu alaihi, që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me besu lajme që na i ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ju bind urdhave dhe mu larguen nga ndalesat, dhe në këto thot hijen 2 shahadet, dëshmia e shahadetit, pohimi dhe mohimi, do thot edhe thot me hi namazi, zekati, Ramazani, haxhi, do thot edhe veprat besimi në melaqet, në librat, në kada dhe kader, gjithë këto që përfshihet tu Islami, imani edhe ihsani, që në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur ka ardhur Xhibrili që ja ka mësuar që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha Xhibril, kjo është Xhibrili, ka ardhur ja'akum, ka ardhur te ju, që ja mëson dinin e Allahut në formë të njeriu. Nëse ne bëjmë këto, atëherë ne jemi më të mirët. Ato njerëz që na ka luftuar Allahu subhanahu wa taala, që thrasën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Daveti publik është sikur hutbja, ju fol gjithë njerëzive. Daveti është sikur publiku si hutbja, ligjëratat. Njerëzit, individual nuk do të thot individual ti të dash sikur delja që dot prej tufës e hauki.
Jo ti të bësh i vetmi, por individual. Ti e një filanin, i bën davet filanit. Ai tjetri e një filanin, i bën davet atij. Pse? Se sot në këtë kohë kanë nevojë ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të aktivizohen davet individual. Davet individual. Si cili ta kopje ka një, edhe më jam sufejnë Allahut. Pse? Se ehlul batil, njerëzit e të kotës, miqtë e shejtanit, ata posedojnë mjetet më shumë se sa ne muslimant. Teknologjisë, rrjetive sociale, gazetave, televizorat, e gjithë i kanë në dorë. Fol një hoq, gjuhën e gërsis, ashpërsis. Janë dalin, zgudzon ti me fol. Fol një islamofob, ta shon Allahun, ta prek ndjerin, të ofendon të drejtat të shprehurit. Por qufar, drejtat të shprehurit ka të drejt. A khatibi hoxha, me fol një khutbe, akuzat me njerë i vin. Kërcnimet me njerë i vin. Po mirë mora, psa i pas ka të drejt të shprehurit, e unë s'kam të drejt? Helbetaj më s'ka brina, e unë s'kam? Qka dalimi? Ma alekum kejfe të hkumon. Qa është puna juve që kështu gjikojni? Përse kështu gjikojni? Për këtë arsye tash është shumë e rëndësishme që musliman të bëjnë davet. Sa ato kanë pagesën, ato i kanë ato rjetët, ato ti ta ndalën, ti ta bon blok, ati e jep dritë të gjelbërt, a i folë qka të doje, të ofendon qka të donë, kurse ti se në shpreshe dhe atë që e ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye, davetin individual mund me bëhe çdo kush. Një xhamatli, një student, një mjek, një profesor. Ja thue, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Let. Kurse fetfat, dispozitat, rregullat, mos pajtimet, janë hoxhallartë, janë ulemat. Për këtë, o vëllezër, daveti individual edhe daveti publik janë i përngjojnë dy kamëve të njeriut. Njeriu kur e ka kamën e thim, pak problem është me hec. Çalon, se në merr rahatin. Kur ti ka dikon të shndosha, edhe ngon, edhe ecën, edhe mban marrant, edhe ka krejt. Kështu është daveti publik edhe individual. Që duhet ne patjetër ta kuptojmë këtë. Se hoxha mund t'ju folet gjithë këtyre që janë në xhami. Por kena njerëzi jashtë xhamis, atyre kush do t'ja përcjellje këtë? Jeni ju? Xhamatët tjerë që janë për xhamia tjera duke fal tash namazin në xhamas. Ju kur dilnin kafe, kur shkojnë në punë, ja përcjellni atë që keni dëgjuar prej ligjërosit, prej khatibit, ose atë që keni lexuar vet. Dhe dita daveti individual edhe publik është i përngjan si luftës. Lufta i ka dy armë kryesore. Do thot një shtet, kur do me bo luft, i ka dy armë kryesore. E ka forcat ajrore edhe forcat këmbësore. Forcat ajrore janë ligjërimi, që e publik. Por këmbësore janë që nuk mundet të shpallët një vend i çliruar apo i marrur nëse nuk hin këmbësoria. Forcat ajrore mund me gjujt prej naltë sa të duan. Por shpallët vendimarur i çliruar kur hin këmbësoria, peshadia. Edhe forcat e blinduara. Edhe kjo një davet jashtë. Khatibët, hoxhallar, davetxhit, janë, flasin, e shpërndajnë. Kurse ata që hinin në për shtëpi, në për vende, jeni ju atë xhamat. Mos e shihni vetëm që jeni të vegjël. Mujni me bë punë të mëdha. Mujni me bë hajër të madh. Mujni me përcjell dinin në çdo shtëpi, në çdo mal, në çdo deti, në çdo kund. Wallahi, si cilit më ia thon një fjalë të hajrit, wallahi do të ndrosh shoqëria jonë. A i një të pasë sa organizim, sa koncerte bon për me na e prish rinin, a rinia që bon koncertet janë si koka e qibritit, veç e kabli del flaka. Se nuk bon organizime shkencore.
Po nuk o qëllimi me na vetëdisu popullin shqiptar musliman. Qëllimi është me na rënue. E për këtë arsye aktivizohuni se vallahi keni mja po khairin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana." Thirr në rrugën e Allahut bil hikma, me urtësi, wal mau'iza, me këshill, këshilla të mira, jo ofenduese. Urtësin nda vet kur ta përdorish, edhe këshillën e mirë. Do thot gjenja momentin, formën, se si ti dhe ta thirish kolegën tënd, vllajën tënd, motrën tënde, shoqën tënde, nënën tënde, babën tënd, si të thirish dinin Allah subhanahu wa taala. Urtësinë mos e harroni, këshillën e mirë. Lutbi Allah subhanahu wa taala, Allahu të na bën prej tyre që thrasnin në dinin Allah subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Pse xhamat daveti individual? Daveti individual është se ke njerëzi të cilët në shoqëri kanë status të veçantë. Ato persona që kanë status të veçantë është problemi gjithë ditën e xumon. Është problemi gjithë ndarsma. Pse se statusi vet tutet mos me hub atë pozit, atë fam, atë autoritet që e ka nëse shihet xhami. E hub dunjën veç te Allahu ngritesh. E të tjerë kanë luftu këtë që me të botin dunjë, kurse pas vdekjes. E këto njerëzit, për shembull ti e një X personi që ka një status X personi, ati ti boni davet, sa i nuk vjen tu. Sa atë pozita, fama nuk e lën mu paraqit me dalë në xhumo. Tutët mos pehu pozitën e dunjës. 2. Shoqëria e keqe. Kur ta shosh dikant që është mes shokëve të këqij, mos tento ti bësh davet atij. Janë 7 vetë, ti e shë njëri i koni xhamis, e shë me 5-6 të pi nërgile më dë një kafe. A i thë nërgile? Të pi cigare. Ti thu, Allah, ki xhamis këtu me këto çkalip? Edhe ti hidhro, o shin ati, a në ti kafe, a në ti duhan, a në ti kështu, a në ti muzik, a në ti në diskotek? Në tha filoni, ato tjerë si të largon e posa i keq hoxha, të kuriti para nesh. Jo, ati mos i thuj publik, atë kur ta gjejsh vet e ullë dhe e këshillon. Pse se ato shejtan për rreth, do ta motivojnë ka e keqja. Edhe ka mundësi ti ndikon kur ti jetë ai vet. Atjerë t'ja ndihmojnë. E treta është disa njerëzi kanë një problem psikologjik. Gjendje psikologjike. Për shembull, si në gjuhën e popullit po flas tash, një kroashi, do të smuje, po oni bërë kom mjekër, edhe ti mush me shlue. Po ti e hek, nuk prish punë. Nuk prish punë në atë aspektin ti e ke shkel një rregull për rregullave të fesë të Allahut subhanahu wa taala. Por pse ofendon atë? Me ofendu që ti mos ta afrohesh. Ti e praktikon një urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti si e praktiku, atëherë mos ju i dhno këtij, mos sa akuzo. Por thu inshallah Allah na mundson që një ditë edhe ne të zbatojmë edhe këtë urdhër të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në këtë formë. Disa njerëzi janë mendjemdhoj. Nuk ulet vetëm se kur të ketë njerëzit me famë, me pasuri, do të thotë ai nuk ulet me fukara, nuk ulet me çdo kant. Shembull. E këto persona duhet që bën davet dikush tjetër, i rangit të tyre. Ja përcjell amanetin e dinit Allahut subhanahu wa taala. Sa ata ndoshta nuk i ka rënë me ul moxhallar me bë një bisedë. Dhe ai vetëm prej larg që i kanë ardhur infot prej rrjeteve sociale, prej islamofobave, prej anti-islamistave, prej gjithve, edhe ai e ka marrë çat vendim. Kur çeti me mjekër tutët për çka, ndoshta do të gjejë njëri më i mëshirshëm dhe më i mirë. Wallahi billahi tallahi. Mos pritni prej njerëzive, prej gjithë muslimanëve, pa më parasysh, mos pritni se ato nuk janë pejgamber o burra. Ne jemi musliman, ne gabojmë. Ke hoxha, ke profesori, ke alimi, patjetër do të shihni gabimet e ne. Nuk jemi prefekt
kemi mangësi. Ai që s'ka gabu o kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk pretendojmë që jemi në pagabime, por mos i mirni shigjetat e hasmit me sulmua tandin, vllajin tant. Kështu që sicili prej nesh kur do ta bëjë këtë davet, do të shohim një ndryshim në mesin e shoqërisë tonë. Daveti i përngjan sikur një njeri individual, sikur një njeri që hina për kofsh dhe mlet nga një lule. E merr një lule, pkut një lule dhe e bën një buqet me lule. Dhe vjen një X person në shtëpinë e tij. Dhe e shat buqetën me lule që e ka vuar dikun në tavolinë apo në mur dikush. Automatikisht musafiri që ka një shtëpi, çka thot? Pasi që pas kam ledh gjithë lulet, edhe pas ka bën një buqet me lule, atër sa gllom një koqirit, ju ka pëlqejt këto lule që i kam ledh i ka të bue. E ne të shpërndojmë lule, o vlezër, o xhamat. Ne jemi ato lulet, muslimant. Kalon ti në rrugë, hinë market, është një musliman e mirë, sjellët mirë, ta jep një lule. Shkon tipish në transportin publik, e shen një shofer, selamu aleikum, a je lodh, vlla jam. E shen që o punëtor. A je lodh, inshallah mrin mirë është nosh familje. Ja jep një lule. Shkon në shkollë, është një profesor, i shen ditri që du me bo haram, e këshillon, lec knena, nuk të kohi e kështu musjell, ti je musliman, ja jep një lule. Shkon të fura, a i furës të pret me busjeshe, selamu aleikum, urdhra motër, ose vlla, a je merr një lule. Kur shkon para kujshis, e thotë selamu aleikum, kujshi, atë të ndihmoj diçka. Ja jep edhe një lule. Kur të hinë shtëpi, ja çel derën gruaja apo fëmijët, edhe përçafojnë, edhe këto ja japin një lule. Edhe kiem ledh një buqet me lule, edhe një ditë kur ta shohsh edhe ajën safin e muslimanëve. Të shpërndojmë lule. Të shpërndojmë lule, jo energji negative. Po sjelljen atë që na e ka lip Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk kemi forcë vëllezër, por kemi ne diçka e cila është më e fortë se çdo sen. Ne kena davetin. Ne kena Allahun. Do të haki, pasus të haki duken të do, pamjen jashtë, zaif, të pak, kushcionimon, por daveti vetë si davet, fjale Allahut, fjale pejgamberit, është forcë në veti. Mos u dëshproni për cilënja një ajet, për cilënja një hadith, një fjalë të selefit, wallahi billahi dhe ta shosh bas sa mujve apo viteve, ndikimin e fjalëve tuaja dhe ta shosh të njerëzit në mesin e shoqërisë. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën gjithë thirrsa në rrugt të Allahut wa aqimus salat.